është e pajustifikueshme, është e papranueshme dhe është e pagëlltitshme për t'ju imponuar parlamentit dhe qeverisë përmes pushtetit gjyqësor dhe për t'i rritur pagat vetes gjyqtarët me gjyq. Dhe këtë shqetësim publik unë e kam shprehur si palë në emër të një pale. Një pale me të drejtën për të mbrojtur interesin e vetë, në këtë rast publik, në gjykat. Pra, në emër të pushtetit ekzekutiv, po edhe si kryetar i shumicës parlamentare. Është hera e dytë që ndodh që ka një habi shoqëruar me një përpjekje për të më mbyllur gojën, kur në fakt u flas në emër të çka përfaqësoj me votën e shqiptarëve në mbrojtje të një interesi për të cilin jemi në gjyq. Pra, jemi palë. Dhe befas shoqata e gjyqtarëve shfaqet publikisht si një parti politike, me një gjuhë të papranueshme dhe të pajustifikueshme për ata të cilët përfaqësojnë pushtetin gjyqësor, pra përfaqësojnë një pushtet i cili arbitron dhe jo një arbitër i cili thot bilbili është i imi, topi është i imi, penaltin do ta gjuaj vetë dhe porta duhet rri pa portier. E gjithë kjo tymnaj populiste, po kush jeni ju që i jepni vetes të drejtën të bëni përcaktime të tilla? Tymnaj populiste. Jeni parti politike, regjistrohuni si parti politike, dilni në garë edhe mbroni platformën tuaj dhe pastaj bëni dhe ju siç bëjnë plot luftën me etiketime, me sharje, me fyrje, me vendosje të kundërshtarit në pozita që nuk janë absolutisht të lidhura me argumentin, por me etiketimin. Ju, zotëri, kërkoni 37 milion euro plus nga buxheti i shtetit për t'i rritur vetes tuaj pagat. Kjo është e vërteta që nuk e luan topi. Dhe që ta dinë shqiptarët se çfarë kërkoni ju dhe për çfarë jemi ne në gjyq me ju në gjykatën kushtetuese, shqiptarët duhet dinë që ju kërkoni që për gjykatarin e shkallës parë paga të shkoj nga 3.360 euro në 5.300 euro. Ju kërkoni që për gjyqtarin e apelit paga të shkoj nga 3.480 euro, që është sot aktualisht 3.480 euro, në 5.500 euro. Ju kërkoni që paga në gjykatën e lartë shkoj 5.800 euro. Dhe ju kërkoni që pagat e prokurorëve të Spakut, të cilët edhe herë tjetër për Spakun e veçoj sepse nuk i është bashkuar dhe respekte, nuk i është bashkuar kësaj përpjekje absurde. Nuk ka firmosur për të qenë palë në gjykatë kushtetuese për ta çuar pagën e vet 9.800 euro. 9.800 euro. Ndërkohë që sot aktualisht pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve Spakut janë rreth 6.500 euro. Pra 3.000 euro doni ju t'i rrisni pagat vetes në muaj me një vendim gjykate. Ku jeni ju këtu? Ku jeni ju këtu? Çfarë kërkoni ju?